هي في يدي الدنيا لمن هي في يدي الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falënderimet dhe lavdatat I takojnë Allahut fuqiplot, salavat dhe selame pa ndaj dërgojmë me të dashurit ton Muhammedit a.s. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi sërish në vazhden e misioneve tona në kuadër të projektit ton Mos u piklo buzëqesh I jetës. Porosia për ditën e sodit është mos u piklo se kjo dunja është devër. Sigurisht se njerëzit gjatë jetës e tyre në këtë botë shpesh herë atakohen nga momentet e pakëndshme dhe si rezultat I këtyre momenteve të pakëndshme njeriu edhe mund të përjetoj piklim, mund të ketë brenga, mund të shqetësohet për një punë apo për një të ardhme që mendon se nuk është I sigurt ajo çfarë e pret. Mirë, po nëse ne e kemi parasysh se jeta në këtë botë vazhdimisht është në lëvizje dhe dynjaja lëviz, është mu sikur rrota e cila vazhdimisht është në lëvizje, atëherë sigurisht se njeriu gjen arsyeën dhe motivin që të mos pikëllohet. Ndonjëherë njeriu mund të jetë I varfër, mirë po nuk dënë thotë se Allahu te baraka wa taala nuk ka përgatit në një të ardhme ditë më të mira për këtë njeri. Ndonjëherë njeriu mund të jetë I sëmuar dhe të sprovohet me provën e smundjes. Mirë po kjo nuk do të thotë se nuk është kaluese, nuk është kalimtar dhe atij nuk do t'i rikthehet shëndeti. E gjëra të ngjashme. Sigurisht se është një fakt shumë I rëndësishëm që ne ta kemi në kujtesën tonë se jeta e kësaj bote, respektivisht dynjaja është devër, vazhdimisht lëviz, vinë momente të ndryshme, ndonjëherë njeriu ka momente të kënaqshme, pastaj edhe ato mund t'i ikin. Dëshiroj të marr 2 apo 3 shembuj që të dëshmoj këtë çka po e them, ta faktoj me argumente këtë porosi. Shembulli I parë ka të bëjë me vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, respektivisht me një moment shumë të pakëndshëm, me një moment të vështirë të cilin e ka përjetu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fjala është kur e kanë dëbu pejgamberin alayhi salam nga Mekka dhe Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka qenë I detyruar të marrë rrugën e hijretit, të shpërngulet nga Mekka në Medinë për arsye se nuk kishte më hapësirë dhe I mungonte liria dhe hapësira që pejgamberi alayhi salam të vepronte dhe të e përhapte fjalën e Allahut te baraka wa taala dhe thirrjen e tij. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam duke u larguar nga Mekka me lot në fytyrën e tij drejtohet ka Mekka duke u nisur prej Medinës dhe thot: Wallahi innaka la ahabbu biladillahi ila Allahi wa innaka la ahabbu biladillahi ila rasulillahi walaula anna qaumiki akhrajuni minki ma kharajtu. Pejgamberi alayhis salam duke u nisur nga Medina kthehet me lot në fytyrën e tij dhe I thot Mekës: po betohem në Allahun se ti je qyteti më I dashur tek Allahu prej qyteteve të tij. Po ashtu ti je qyteti më I dashur te I dërguari I Allahut. Sikur populli yt, sikur banorët e Mekës të mos me dëbonin mua, të mos me nxjerrnin mua, unë asnjëherë nuk kisha me dal apo nuk kisha me ik nga ti, o Mekë. Do të thotë pejgamberi alayhis salam në këto momente ka qenë shumë I zhgënjur, në këto momente ka qenë I pikëlluar. Sigurisht se kur është largu prej vatanit, kur është largu prej vendindjes tij, është largu prej vendit më të dashur te Allahu subhanahu wa taala, është largu prej Mekës mu në të cilin gjendet Qabeja, e cila është kibla e muslimanëve. Mirë po, kjo nuk ka zgjat për herë, kanë kalu vite dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është kthy prapë në Mekë,
është kthy si çlirimtar, është kthy si fitues, është kthy si triumfues pikërisht në ditën e çlirimit të Mekës. Do të thotë pikëllimi momental i cili e ka mbulu pejgamberin alayhis salam në momentet kur pejgamberi alayhis salam e braktisi Mekën, ky nuk ka qenë një pikëllim i cili e ka mbajtur tërkohën pejgamberin alayhis salam në presion. Mirë po pejgamberi alayhis salam e ka ditë se ditët do ta ndryshojnë gjendjen dhe fuqinë e tij dhe pikërisht kur ka ardhur momenti është kthy në Mekë, është kthy si çlirimtar dhe si fitues. Më lani të sjellni një shembull tjetër. E kemi rastin e Bilalit radhiyallahu anhu. Bilal ibn Habash, i cili ishte nga Abisinia, i cili kishte qenë rob i zotriu të tij dhe zotriu i tij e përsekutonte, i bënte zullum, e maltretonte në veçanti kur dëgjoi se Bilali e kishte pranuar Islamin. Dhe pikrisht ishte ai Bilali i cili kishte përjetuar tortura dhe momente të vështira vetëm për arsye se ishte bë musliman. Mirë po, ky pikëllim dhe ky moment i vështirë për Bilalin sigurisht se nuk ishte i përhershëm dhe pikrisht Bilali radiallahu anhu, duke e ditë se kjo është vetëm një periudhë momentale, është vetëm një fazë e përkohshme e cila gjithsesi do të kalojë. Bilali radiallahu anhu ishte me plot shpresë dhe optimizëm dhe kaluan ditët, kaluan vitet dhe kur Bilali radiallahu anhu u kthye në Mekë dhe u ngrit hypi mbi Qabe dhe e thiri zanin Muhammed, e thiri zanin Allahu Akbar, dhe askush nga Kurejshitet nuk kishte guxim t'ia thonte qoftë edhe një fjalë të vetme Bilalit radiallahu anhu. Para sa viteve ishte i robruar, ishte i poshtruar, ishte ai i cili torturohej me torturat më të ulta njerëzore. Mirë po shiqani, kaluan vitet dhe tani erdhi si njeriu më krenar, me dignitetin e tij maksimal dhe nuk kishte njeri i cili guxonte t'i folte Bilalit radhiyallahu anhu. Në këtë rast edhe Ibn al-Jauzi rahimahullah, Ibn al-Jauzi thot, dije se koha asnjëherë nuk qëndron në një vend. Dije se koha nuk qëndron asnjëherë në të njëjtën gjendje. Mirë po koha vazhdimisht lëviz, sikur Allahu azza wa jalla thot në kapitullin Ali Imran, wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas, është fjala për ajetin 140 në kapitullin Ali Imran. Allahu fuqiplot thot, dhe këto ditët ne u adhurojmë njerëzve në dispozicion. Ditët, javët, muajt, vitet, kohën përgjithësi, Allahu dhul xhelal neve na jep në dispozicion. Nëse ne jemi të vetëdijshëm dhe kemi mundësinë që të shfrytëzojmë ditët që Allahu neve na jep mundësinë, ne i shfrytëzojmë për të mirë. Përndryshe Allahu na jap rastin, mirë po ato ditë ikin nga ne për arsye se askujt Allahu azza wa jall nuk e ka jap rastin dhe nuk e ka bë privilegjin që ai të jetë i përhershëm në këtë botë dhe gjendja e tij e sukseseve, gjendja e tij e progresit të jetë e përhershme. Mirë po jeta në këtë botë i ka baticat dhe zbaticat e saj, i ka ato ndryshimet, andaj dëshiroj ta përfundoj këtë porosi duke ju porositur gjithë juve të nderuar vëllezër dhe motra, nuk duhet të pikëllohemi në momente të caktuara kur ballafaqohemi apo prekemi me ndonjë moment të pakëndshëm, nga se jeta në këtë botë është vazhdimisht në lëvizje dhe dunjaja është devër vazhdimisht, ndonjëherë e ke nasib dhe e ke fat dhe hise një pjesë të suksesit, e të momenteve të gëzimit e të këndshme, ndonjëherë ke fatin që të ballafaqohesh dhe të sfidohesh me momente të vështira. E lutim Allahun dhul xhelal që ditët të cilat Allahu azza wa jall neve na i ka dhënë në dispozicion, kohën dhe jetën tonë që e kemi e që një herët është kapitali më i madh i joni, ne ta shfrytëzojmë çdo herë në rrugën të cilën Allahu është i kënaqur me ne, në rrugën që pejgamberi alayhis salam është i kënaqur me ne dhe në rrugën që ne do të jemi çdo herë në shërbim të fesë tonë dhe të vatanit tonë inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه